Mbrëm Dragashi është tronditur nga një ngjarje e rëndë. Nga përleshja që ka ndodhur mbrëm rreth orës 23:15 minuta në fshatin Zlipotok, raportohet se ka mbetur i vdekur imami i këtij fshati Gazmen Tajriovci. Sipas policisë, viktima kishte pësuar lëndimin nga një mjet impret gjatë përleshjes. Policia ka treguar se si i dyshuari për rastin është identifikuar BH rreth 40 vjeç, po ashtu nga fshati i njëjtë, i cili pas veprimeve intenzive operative hetimore të policisë së Kosovës është arrestuar. Ndërkohë, emisioni Kosova Live nga disa burime të veta ka mësuar disa detaje të tjera tronditse. Sipas burimeve, problemi ka nisur për pronën në Bjeshk. Në fakt, ajo pronë është e papërcaktuar se kujt është, e shtetit apo e kujt. Dhe problemi ka nisur tek marrja e drejtësisë të drejtës fakt së Kositjes, se cili ka të drejtë me Kosit, dhe aty ka filluar gjithçka fillimisht me përleshje. I dyshuari thuhet se ka goditur viktimën më shumë se 10 herë me një mjet të mpret. Trupi i viktimës momentalisht është në obduksion dhe nesër bëhet varrimi i të ndjerit, i ka thënë burimi emisionit Kosova Live. Por ndërkohë, informata zyrtare ne fillimisht do t'i marrim nga Shaqir Bytyqi, nga policia e Prizrenit. Zotri Bytyqi, mirë se erdhët. Shëndetje. Faleminderit shumë. Jemi prapë për një tjetër rast. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Pra nga ato që është raportuar në media, ka nisur gjithçka si një përleshje që më pas ka quar në humbjen e jetës imamit të këtij fshati. Po, ashtu ose që keni marrë informacione jo, sot do më brëm rreth orës 23:15 minuta, paraqit do më është njoftuar përmes telefonit, policia është njoftuar se në fshatin Zlipotok të Dragashit ka një përleshje me disa persona që që ishte në mes 2 persona. Dhe me të arriti me ngjarje patrolla policore, aty ka vrejt një person të shtrirën e tokë, dhe bashkë me ta kanë rritur dhe mjekët nga emergjenca qendrës mjekësore familjare të Dragashit, dhe të njëjtë kanë konstatuar vdekjen e viktimës në ngjarjes. I dyshuar është identifikuar më një herë, ishte një mashkull rreth 40 vjeçar, po vazhdoi nga e njëjti fshat ka fshati Zlipotok, ashtu si viktima që ishte një mashkull rreth 47 vjeçar dhe nga fshati i njëjtë. Domthonë, fillimisht i dyshuar është arratisur, por policia ka filluar veprimeve operative hetimore që të identifikohet vendi apo lokalizohet vendi ku do të arrestohet. Gjatë të natës policia kanë punuar në mënyrë intensive deri sot në orët e mëngjesit kur është arritur të lokalizohet dhe të arrestohet dyshuari. Në këtë operacion janë angażuar shumë njësi policore të përfshirë dhe hetime rajonale të Prizrenit, Sansori policor të Dragashit, edhe njësi tjera, gjithashtu janë përfshirë njësia Kanon, njësia me qenë, janë përdorur edhe mjete si drone dhe më fatër arrit që të arrestohet i dyshuari. Më të tjerë, në koordinim të ngurtë me prokurorit do të veprohet dhe do të vazhdojnë procedura tjera penale. Po. Ku ka qenë në momentin e arrestimit i dyshuarit tashmë? Dyshuari përfundimisht arrestuar në shtëpi. Në shtëpi? Në shtëpinë e tij? Po. Është arrestuar pas herë. Po, dhe natyrisht me një punë shumë intenzive, si që keni thëna, me prime intenzive operative hetimore, pra keni arritur të arrestonim. Zotri Bytyqi, e dim që në këto raste gjithmonë duhet të kemi kujdes në informacione, sidomos ato zyrtarët të cilat i marrin, po të paktën deri më tani nga ajo që dihet nga policia, çfarë konkretisht ka qenë përleshja? Ka të bëjë diçka me këtë për cilën edhe na ka thënë, unë e lexova më herë se çfarë ka deklaruar një burim për Kosova Live, që gjithçka pra ka të bëjë me një tokë saktësisht, me një livad, siç edhe e ka thënë. Po, pasi të hetimet janë në vazhdim, është herë të konfirmohet, por kryesisht mund të jetë një motiv i tillë. A dihet nëse ka pasur përpara një konflikt mes personave të njëjtë, apo kjo ka qenë hera parë dhe fatkeqësisht ka përfunduar në këtë mënyrë? Po, policia që merren me rastet me hetime ende janë në teren, ende nuk janë kthyer, dhe më tani nuk kam informacione shtesë kam pas, por atë sa ka shënime deri më tani nuk është raportuar që ka pas ndonjë konflikt me hershëm.
Okej. Përveç të personit që është i dyshuar realisht, me sa kemi informacione dhe është duke raportuar është që është arrestuar edhe babai i të dyshuarit? Ka informacione për këtë? Dhe me tani kemi informacione që është arrestuar i dyshuari, atë të shohim. Për shkak se ashtu si thash hetimin e në vazhdim, në bashkë të ngushtë me prokurorin do të merren edhe veprimet e tjera, do të identifikohen edhe të dyshuar të tjerë që ka apo lështësia të dëshmitar, apo që do të ketë vekima të tjera, për shembull në rastin konkret. Jo vekima të vdekje por të sulmuar dhe diçka të tillë të kanosur. Në rregull, do të presim informacionet e tjera zyrtare. Unë ju falenderoj. Atëherë të gjithë janë përfshirë në përleshje 2 persona, e kemi një të dyshuar dhe një viktim, dhe i dyshuar është arrestuar, kjo është nësishme një përmbytje eksakt. Po, e kuptuam, është shumë e qartë. Falenderit shumë për bashkëpunimin zotë Bytyshi. Falenderit shumë. Shikues të nderuar, emisioni Kosova Live ka arritur që të komunikoj edhe me familjarët e të ndjerit, të cilët natyrisht janë të tronditur nga ky rast dhe kanë thënë që në një moment tjetër do të jenë të gatshëm edhe për të folur për atë se çfarë ka ndodhur. Dhe siç e dini, e thash edhe krejt në fillim pra që edhe sot do të flasim për vrasje dhe realisht vrasjet janë një fenomen shumë shqetësues në vendin tona. Jemi bashkë me Dita Makasqi, apo jo? Kriminologën, me ditën se jam në ditës gjithmonë e kam problem, për të diskutuar për këtë fenomen, natyrisht sepse është shqetësues dhe kujtoj vetëm edhe atë që njëjtë edhe verën e kaluar, fatkeqësisht në këtë periudhë kemi pasur raste të shumta dhe kjo po përsëritet edhe kësaj radhe. Dita, mirë se erdhe, faleminderit për kohën. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Hiç më pak se për 3 raste kemi folur dje në emision dhe sot po ashtu e nisim me një vrasje tjetër kësaj radhe në Dragash. Çfarë po ndodh Dita me këtë shoqërinë tonë? Kosova nuk po përballet vetëm me një rritje të rasteve të vrasjes, por me një normalizim shqetësues të dhunës si mënyrë e zgjedhjes së konflikteve. Sepse kemi parasysh 3 raste të njëjta në një periudhë të shkurtër kohore, njëra në Gjakov, në një mahall, e dyta në fshatin Kobaj në Prizren dhe tani në regionin e Dragashit në Prizren. Dhe po flasim për zgjidhje të konfliktit të njëjtit lloj dhe natyrë, ku përfshihen shumë persona. Kur brenda pak ditësh, domethënë disa vrasje në qytete ndryshme, kjo nuk do të parë vetëm si rasti, por është një sinjal alarmi për shoqërinë dhe institucionet. Dhe mund të themi nga aspekti kriminologjik se ekziston një teori e efektit të imitimit, të cilën unë e përshtat që po ndodh në vendin tonë, kur një lloj saktuar. Mund na shpjegoni pak më qartë këtë teorinë? Kur një lloj saktuar krimi ndodh dhe merr vëmendje të madhe publike apo mediatike, atëherë individ të tjerë të cilët kanë prirje për dhunë mund të perceptojnë këtë si një model për zgjidhje të konflikteve. Dhe për këtë arsye shpesh vrehet që për shembull pas një rasti të rënd në një vend, rastet e gjashme fillojnë të ndodhin të shfaqen në një rajon në periudhë të caktuar kohore. Kjo nuk do të thotë që një krim shkakton tjetrin drejt për drejt, mirë po krijon një klim psikologjike dhe sociale, ku dhuna mund të bëhet më e dukshme për disa individ dhe për ata është më e pranueshme ky lloj i zgjidhjes konfliktit. Dhe pikërisht jemi duke u përballur me këtë si shoqëri, mirë po ne nuk jemi zgjeruar në rajon, mirë po është ndodhur në vendin tonë. Domethënë në një shtat po ndodh një lloj i krimit i përsëritur. Andaj kjo është një alarm me të vërtetë për të punuar më tepër në drejtim të parandalimit dhe preventivës. Dhe Dita, pyetja është kjo, pra, përballë këtij fenomeni dhe kësaj teorie, çka duhet ndërmarrë më njëherë edhe nga ana institucioneve, cilët janë hapat e parë që të parandalohen, sepse e thash pra, që është duke u përsëritur pothuajse njëjtë. Vitin e kaluar në këtë periudhë pothuajse në çdo emision fatkeqësisht kemi folur për vrasje, për humbje tragjike e kështu me radhë. Por kur jemi tek vrasjet, çka duhet ndërmarrë përballë këtij fenomeni dhe përballë kësaj teorie të cilën e cekëm?
Kështu, asnjë vrasje nuk ndodh në vakum. Do të thonë, ajo është rezultati i ndërthurjeve së faktorëve individual, familjar, social, institucional, shkollor. Prandaj edhe parandalimi nuk mund të mbështetet vetëm te policia apo dënimet e ashpra, sepse dënimet nuk na sillin parandalim. Ato vetëm na lehtësojnë punën pasi të ndodhë një krim. Mirë po, kjo, do të thonë, parandalimi duhet të fillojë në familje, në shoqërinë tonë, në shkolla, sidomos unë është shumë të rëndësishëm edukimin emocional dhe menaxhimin e konflikteve apo zgjidhjes së konflikteve. Po ashtu edhe identifikimi i hershëm, do të thonë, raportimi duhet të jetë në prioritet kur kemi të bëjmë me raste të dhëndshme apo prirje për dhunë të disa personave dhe të një sistem e drejtësie normal që reagon shpejt dhe me vendosmëri. Okej. Dita, për rastin në Dragash, me që e nisëm emisione me këtë, se më pas do të pyes edhe për rastin e Ferizaj Dje që ishte po ashtu shumë mediatik. Ajo pra që po vëret është që qytetarët problemet më të vogla, pra, nisur edhe nga ma banale, zgjidhjen e vetë me fatkeqësisht e shohin kështu, e shohin me dhunë, e shohin me përleshje, me përdorimin e armëve, mjeteve të mpreta dhe ja, edhe në këtë rast, pra një mjet i mpret, por ka quar në humbjen e një qytetari të këtij vendi. Çfarë problematike është kjo, pra që qytetarët këtë formë e shohin për të zgjidhur problemet? Çdo rast i dhunës fatale, apo një punimi tragjik është rezultati ndërveprimit kompleks faktorëve të mëparshëm, shoqëror, social, siç e thash. Ne nuk duhet të bëjmë gabim që të reduktojmë ngjarjen për shkak të vetëm. Për shembull, të themi që ka ndodhur diçka për shkak se aty kemi pas armë të ftohta apo armë zjarri. Posedimi i armëve, do të thonë qarkullimi i armëve pa leje dhe i lirshëm po na sjell deri tek këto vrasje të cilat po ndodhin me armë zjarri. Ndërsa një fenomen shqetësues që është në të tri rastet që po ndodhin kemi të bëjmë, do të thonë në këto raste të cilat po përfshihen disa persona, kemi të bëjmë me armë të ftohta, e cila nuk ka qenë shumë e dukshme në vitet e kaluara, mirë po shkon të ushtuar dhe mënyra më e mirë për të parandaluar këto është që në situatat ku janë të tensionuara të mundohen të zgjidhin konfliktet më të qetë, do të thonë pa vepruar dhe shoqëria këtu luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse shoqëria duhet të jetë ajo e cila i parandalon. Po, çka duhet bëj realisht? Si duhet parandaluar Dita, se ndonjëherë duhet ta kuptojmë edhe këtë frikën e qytetarëve në përfshirjen në një konflikt të personave të tjerë, ti nuk e di realisht se çka të pret. Se kam përshtypjen të gjithë nga ne ndonjëherë jemi përballur me ndonjë moment të tillë, qoftë në trafik apo edhe në ambiente tjera. Kështu që si duhet të ndërhyjnë qytetarët pra në këto raste? Shiko, raportimi, gjithmonë po e them, raportimi është gjëja më e rëndësishme. Ne si shoqëri kemi këtë mungesë dhe nuk i raportojmë rastet. Qoftë unë them nganjëherë nëse shën në trafik një veturë e cila po bën gjeste të cilat janë jo normale dhe absurde, duhet të raportohet. Duhet të merren targa, duhet të identifikohet personi, duhet të raportohet në polici, sepse ndoshta do të jesh ai që do ta parandalon një fenomen më tragjik. Andaj raportimi dhe bashkëpunimi me institucionet policore, sepse ne nuk mund t'i parandalojmë të gjitha gjërat vetë. Dhe ndoshta personi i cili po paraqet rrezik mund të jetë i rrezikshëm edhe për ne edhe për të tjerët. Ose persona të cilët mund të shohim që kanë çrregullime mendore dhe posedojnë ndoshta një armë ose diçka tjetër. Të gjitha këto duhet të raportohen dhe policia është institucioni i cili merret me këtë pjesë, me identifikimin, me gjetjen dhe ndoshta me përcjelljen e personave të rrezikshëm. Por edhe për konflikte të cilat ndodhin qoftë në lagje, qoftë në vendin ku jetojmë, të raportohen. Mos të lihen anash, rastet e dhunës të cilat i shohim, mos të injorohen, sepse dhuna po e sjell dhunën dhe nganjëherë edhe fatalitet.
Dhe kur jemi të kjo pjesa e dhunës, kishim edhe një rast tjetër të rënd 2 ditë më parë në Ferizaj. Vajza dyshohet për vrasjen e të dashurit, pikërisht me armën që thuhet të ketë qenë e tij, dhe sipas raportime pra vajza ka pasur lëndime sepse është raportuar për dhunë fizike. Ky rast për çfarë të flet, Dita? Tani, të ky rasti ku janë të përfshirë babë e bi, të cilët janë të ndaluar tani më për dyshimin për përfshirje në rast dhe për vrasje, cila konsiderohet dhe thuhet si vrasje e rënd tani, dhe viktima është dërguar për obduksion dhe ekspertizat forenzike, një përgjigje më të saktë dhe një rezultat do të marrim pasi të hetohen të gjitha rrethonat. Tani ne nuk mund të flasim për asgjë masi që konsiderohet që këta të dy kanë qenë në marrëdhënie, dhe dhuna në marrëdhënie intime mbetet të jetë një nga format më të rrezikshme të kriminalitetit, dhe shumica e vrasjeve dua ta cek këtu, qoftë ajo në Ferizaj, qoftë kjo në Dragash, ndodhin mes personave që njihen mes veti. Tash konfliktet e pasgjidhura mund të jenë kontrolli, xhelozia, gjëra të tjera, mirë po ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur para se të kryhet vrasja në vendin e ngjarjes, në banesën konkretisht të dyshuarës dhe të dyshuarit. Nuk e dim pse viktima ka qenë aty, dhe pasi që të hetohen të gjitha vendi i ngjarjes, dhurmat biologjike, analizat forenzike, dhe pas obduksionit i cili do të përcakton shkakun e vdekjes, distancën prej ku është qit, domethënë, kuën e parafort të vdekjes, po ashtu edhe deklaratat të cilat do të merren ndoshta do të dyshuarës të nënës cila ka qenë prezente. Duket që kjo mundemi me ndërtu një dinamik të reale të kësaj ngjarje, sepse tani është ende në proces të tij. E kuptoj, po një gjë është shumë e qartë që një problematik shumë e madhe është qasja e lehtë qytetarëve në armë. Po. Kjo mbetet të jetë problematik goxha e madhe për vite me radhë, sepse po shohim vrasje të shumta të cilat po kryen me armë pa leje dhe jo me leje. Andaj kemi një treg të zi në Kosovë, e cila po i lejon qytetarët të posedohen me armë në mënyrë të lehtë. Unë gjithmonë e kam thënë dhe pra vazhdoj ta them se duhet të kemi kontrolla më të mëdha për posedimin e armëve të qytetarëve në vendet publike, po ashtu edhe në vende ku konsiderohen të jenë vende argëtimi e të tjerë, sepse kemi pasur raste që kanë ndodhur vrasje me armë pa leje edhe në vendet kafeteri, restorante të tjera. Dita, unë të falenderoj për këtë inkuadrim, duket që është e kohë të themi që urojmë që mos flasim për rastet e tilla më, por e shpresojmë shumë. Faleminderit shumë ty. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithashtu edhe ditën e mirë. Para se të shkojmë në ndërprerje të parë dhe për të këtyre diskutimit të paralajmëruar, vetëm edhe diçka nga prokuroria, me qenë se ka dhënë detaje prokuroria e Prizrenit për vrasjen Dragash. Prokuroria themelore në Prizren është deklaruar pra lidhur me vrasjen. Në komunikat thuhet se i dyshuari BH është ndaluar për 48 orë për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale vrasje e rënd, dhe po ashtu është ndaluar për 48 orë dhe babai i tij për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, mosdhënia e ndihmës, gjë për të cilën më herët edhe pyetëm nga policia, por që nuk patëm një informacion konkret lidhur me këtë. Trupi i pajet i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Prokuroria themelore në Prizren në bashkëpunim me Policinë e Kosovës është duke vazhduar hetimet intensive për zbardhjen e motiveve dhe rrethanave të plota të kësaj ngjarje, thuhet në reagim. Pra, përveç të dyshuarit, kryesor sipas komunikatës lëshuar nga Prokuroria e Prizrenit, është arrestuar edhe babai i tij për rastin e rënd në Dragash.